drejtësinë deri këtu në këtë moment që ka përfunduar edhe në gjykatë lartë apo do shkoni në gjykatat ndërkombëtare? Betejë ime me drejtësinë është në rrugë sipër që mos them sapo ka filluar, se do merret në një gjë tjetër. Nga pikpamja formale depozitoj për pak ditë në gjykatën kushtetuese dhe nëse do të ketë kontroll, siç po duket të gjithë sistemi i drejtësisë nga ana e qeverisë, do të depozitoj në Strasburg të gjithë ankimimin për këtë çështje dhe jam i bindur në fitore, por përtej kësaj unë mendoj që gjithë secili, unë po kushdo që ka një mision publik duhet bëj betejë që drejtësia të jetë e drejtë. Ju e dini që sot për shkak të reformës në drejtësi, e cila është mirë pritur dhe në të gjitha këto vite unë kam qenë mbështetës dhe kemi qenë në çdo studio ku kam pas mbështetje duke u nisur nga predispozicioni pozitiv që duhet i dhënë kohë drejtësisë. Ju e dini që sot drejtësia është thuajse më keq se kurrë. Pra për një çështje për cilin do qytetar që përballet sot dyert të drejtësisë, duhen minimalisht 7 vite për të dalë nga ato dyer. Drejtësia përdoret për qëllime politike. Drejtësia është selektive dhe ja ku jemi këtu ngjitur me institucionin tjetër, strukturën e posaçme antikorrupsion, ju e keni vënë re se si në mënyrë selektive në përgjime të caktuara përzgjidhen të arrestohen apo të goditen disa dhe të shmangen disa të tjerë. Ju e dini në të gjitha rastet. Në rastin e Toyota Yaris, në rastin e përgjimeve të Skyt, ka përgjime të personave të caktuar që në emër të ministrave të brendshëm marrin mijëra euro për të emëruar shefa komisariatesh. Ka dhjetra raste që në mënyrë selektive bëhet drejtësi jo sipas ligjit, po drejtësi sipas ligjit, sipas interesave të Edi Ramës. Në të gjitha rastet, meqense ra fjala të arrestimeve të ndodhura politike, janë të gjitha pasi Edi Rama i ka lëshuar ose i vetmi rast që ishte ndërtyrë që ishte Erion Veliaj, u lëshu më pas dhe u duk që ishte një lëvizje këtij lloji. E njëjtë gjë me rastin e Zotit Meta, e njëjtë gjë me rastin e Zotit Berisha, e njëjtë gjë me të gjitha rastet që kanë ndodhur Lefter Koka, të gjitha rastet kanë qenë raste që pasi Edi Rama i ka lëshuar, spaku i turrët. Dhe ajo që është edhe më rëndësishme është që të gjitha rastet, nuk e kam me të keq këtë, po themi keni arrestuar ju një vit përpara. Pra i ka arrestu media një vit përpara, kanë dalë në media ç'është kjo drejtësi që e di gjithë publiku një vit e kusur përpara për gjitha rastet, pastaj vendos ka drejtësia. Pra çdo gjë e thënë në publik ka shkuar ashtu siç është thënë, sepse ka pas një qëllim politik. Dhe ai që e ka hedhur dhe ka spinuar, e ka hedhur për një qëllim politik. Drejtësia duhet kërkoj provën dhe i takon gjykatave pa diskutim, më shumë edhe se sa prokurorisë, që të vendosin drejtësi mbi bazën e provave të palëve dhe jo mbi bazën e qëndrimeve politike, të kalkulimeve politike, apo akoma më keq të prodhimit të statistikave. Me statistika, në kohën e regjimit, ju e dini që janë dënuar më shumë zyrtarë të lartë, po s'ka pas as liri as drejta. Ju e dini që sot në vendet më diktatoriale kanë dëshkimet më të larta gjasme për korrupsion zyrtarëve. Butani ishte i pari pash para se të vija këtu, Vietnami i dyti, Kina e treta, edhe këto vendet e tjera kanë përshtypjen Myanmari i katërti. Ne duam të prodhojmë një drejtësi e cila të luftoj krimin dhe korrupsionin dhe pa diskutim të jetë brenda të gjithë standardeve që duhet garantoj sipas Konvencisë Evropiane për Drejtat e Njeriut një proces të rregullt dhe ligjor dhe jo e ritheksoj, jo mbi bazën një drejtësi politike dhe selektive e cila prodhon pa drejtësi. Kush i kthen 10 raste të cilat kanë qelluar që ja kanë futur kot, po e them gjuhë popullore. Kanë qelluar, kanë qenë